kushtetuese. Zonja Gjia, a mund me shku qindra se unë sa? A mund me shku qindra se unë sa kështu? I kena bojë 30-40, a mund me kalu 100 që nëse nuk... Nuk do duhej që të vinte puna deri aty. Ne duhet sa më parë ta konstituojmë Kuvendin e Republikës Kosovës me qëllim që pastaj të vazhdojmë me procedurat për zgjedhjen e qeverisë duke votuar. Pra, zgjidhja është duke votuar. Vota për nuk është vot bllokuese. A ka zgjidhje tjetër? Nuk po votojnë. Unë mendoj që secili prej deputetëve duhet të jetë i përgjegjshëm raport me veprimet që i merr. Pra, gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 e ka bërë të qartë. Deputetët e Kuvendit të gjithë duhet jenë pranishëm, po flas për seancat konstituive, sepse i referohet seancave konstituive, pra dhe të votojnë për, kundër dhe abstenim. Pra gjykata kushtetuese ju ka thënë deputetëve se cili do duhej të ishte roli i tyre brenda Kuvendit, në mënyrë që të jemi në linjë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por ata po vazhdojnë duke shkelur Kushtetutën dhe me veprime të papërgjegjshme politike. Por urojmë që kjo situatë të ndryshojë, pra jo që ta mbrimit e të kalojmë seancën e 100, por që sa më parë ta konstituojmë Kuvendin. Zonja Gjio, a presit një reflektim nga partitë opozitare, nga deputetët e partive opozitare? Unë besoj që është e rëndësishme që secili të jetë i përgjegjshëm raport me veprimet. Qytetarët e Republikës së Kosovës duan që të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës, pastaj të vazhdojmë me procedura tjera për formimin e qeverisë. Ju e dini që atje pastaj mandatari, kryeministri Kurti ka 15 ditë në dispozicion për ta bërë qeverinë, pra le të ndihmojnë duke kontribuar pra në konstituimin e Kuvendit dhe pastaj sfida apo bara e përgjegjësisë i bie mandatarit, i bie vetëvendosjes. Faleminderit shumë. Votën e fshehtë, pra që do të ishte shkelje ndaj gjitha parimeve demokratike. Zotëmurata, mundësh më na tregun se çfarë keni bërë si vetëvendosje para kësaj seance me ndryshu situata? Kam fjalën, a keni zhvilluar ndonjë takim me deputet cilët do të mund ta zhbllokojnë një situatë duke votuar komisionin prej partive të tjera ose prej komuniteteve, ju shumicë apo dhe keni bërë ndonjë pjesë për partitë të tjera me cilat ende nuk keni ftuar ose nuk keni takuar për me gjetur zgjidhje të bashkë? Si që edhe dini, ne tashmë disa herë kemi tentuar që në forma të ndryshme të krijojmë kushte apo të hapim dyer të bashkëpunimit në mënyrë që të ketë konstituim të Kuvendit. Duke filluar nga ftesat e mëparshme, pra ku kemi ftuar gjitha partitë ose spaku dy subjekte tjera të mëdha, me qenë se këto janë përfaqësues në kryesinë e Kuvendit, pra kanë postet e nënkryetarëve. Kushtetuta e parashet të tillë, pra duhet që 3 partitë më të mëdha parlamentare duhet të bëhen bashkë dhe të mundsojnë konstituimin e Kuvendit. Pra kemi bërë ftesë ndaj tyre, kemi ofruar edhe bashkëpunim. E dini, kur kemi bërë ftesë pra që të bashkohen dhe të mundsojmë konstituimin e Kuvendit, LDK-ja ka thënë që duhet marrëveshje politike për të bërë një gjë të tillë dhe madje as që kanë ardhur në ato takime, u kemi ofruar edhe marrëveshje politike, prap kanë refuzuar. Dhe kushti i tyre i vetëm është që ata vinë në qeveri vetëm nëse edhe PDK-ja vjen me ta. Për neve kjo për momentin është e papranueshme, siç e dini, sepse konsiderojmë, siç e ka thënë edhe kryeministri, që duhet ka ende hapësirë për reforma në kuadër të Partisë Demokratike, edhe spaku një mandat, ndërkaq bashkëpunimin ne kemi ofruar të sinqertë, por kanë refuzuar që diskutojnë edhe për marrëveshje politike. Pra shihni që në vazhdimsi të gjitha tentativat tona për të arritur një rezultat të tillë janë refuzuar ose kanë hasur në cinizmin e partive opozitare, të cilat pra refuzojnë që të marrin pjesë dhe të kryejnë obligimin e vet kushtetues për të votuar. Pra s'ka pas tentativa në 48 përveç këtyre që i përmendën. Ne tashmë i kemi pa përgjigjet e tyre, pra të partive opozitare, madje ata na referojnë dhe na drejtojnë që të mos i ftojmë më, sepse kanë dhënë tashmë përgjigjen e tyre. Domethënë, në anën tjetër refuzojnë të marrin pjesë në çfarëdo bashkëpunimi apo mundësie që do të zhbllokojnë situatën, dhe në anën tjetër pra tentojnë të fajsojnë lëvizjen vetëvendosje, grupin parlamentar lëvizjes vetëvendosje, si